Ka gjana që si thot kush, para se mu bonon. Flasim për dashurinë e madhe, për netet pa gjumë, për erën e mirë të fëmis. Po si thot kush, për ato qaste kur në heshtje, vetën e pyet, apo bajbol? A jam boll? Kështu që ky fjalim është për ty që ke linë për i pak ditësh, e s'po gjema vetën trupin tanë. Trup që ka ndryshu, që është loll, po që ka ba mrekulli. Ka pru jetë, ka pru dashni, për ty që qanë kur është me gji. Prej lodhjes, prej dhimjes, prej ndjesis që je vetëm. Për ty që qohesh çdo 3 orë, që s'ke fjet mirë prej ditësh, po prap buzqesh kur fëmija jot të shën në sy. Për ty që njesh fajtore, se i ke fol pak me nerva, se ke marrë 5 minuta për vete, se si e ndje e lumtur në çdo moment. Me kanë nanë, s'do me thonë me kanë gjithmonë e fort. Ka dhe ditë vështira, ka momente kur do në mu shduk, edhe është në rregull, se je njeri, jo perfekte. Edhe fëmija yt s'ka nevoj për një nanë perfekte, ka nevoj për ty, me tanë shpirtin tanë, me gjithë dashnin që ke. Ka bukuria dhe në lodhje, ka dashnia dhe në një përqafim të thjesht, në mënyrë si e mbështjell batanin, në atë puthje të vogël natën, në atë përkujdesje që se shakush. Ti e boll, edhe kur se një ashtu, edhe kur e krahason veten me të tjera, me nërat në rrjete sociale, gjithmonë bukura, gjithmonë të qeshuna. Mos harro, ajo është vetëm një pjesë, asi non si ka krejt nën kontroll. Ka shumë nana që qajnë në dush, që hanë në kam, që harrojnë edhe kur kanë pushu për herë të funit. Janë të lolluna, por janë të forta, sepse vazhdojnë rrugën për fëmijën e vet. E kjo është forcë. Me u bën nanë, ndryshon, të sopton. E masanej të rikrijon në një mënyrë krejt tjetër. S'ke me kanë kur ajo që ke kanë. Edhe kjo është gjaja më e bukur, se tash je edhe nanë. E masanej vinë momentet e bukra. Ajo buzëqeshja e parë, ai zani i qeshun, ato duar të vogla që të kapin, ato sy që të kërkojnë, fjalet e para, hapat e para, të parat e ti që janë edhe të duat si nanë. Kështu që nalu pak, merr frymë, shihe veten, je duke rrit bashkë me ta, je duke ba një punë të mrekullueshme. S'ka rëndësi nëse shtëpia s'është perfekte, nëse je loll, nëse sot e ke harru diçka. Ka rëndësi që je aty, që don, që jep çdo gjë, gjithçka që ke. Edhe kjo mjafton. Ky fjalim është për ty, nan, për netet pa gjumë, për lotët që si shakush, për përqafimet e pafundme, për forcën tane, që s'ka fjalë me u përshkru, sepse ti je boll, edhe nuk je vetëm.